Brenga dhe shqetësimet janë pjesë e jetës. Paja vlen t'i lejojmë të na mbajmë peng. E shkura ka kaluar nuk mund ta kthejmë lumin në burim, as diellin para agimit. Gabimet dhe dhimbjet e së djeshmes nuk mund të ndryshohen. Mos i lejo kujtimet e së shkuarës të të mbajnë peng në dhimbje. Jetojmë në një botë që lëviz përpara, edhe ti duhet ta bësh. Frika për të ardhmen. E ardhmja është e panjohur dhe shqetësimi për të nuk ndryshon asgjë. Fokusoje energjinë tënde te ajo që mund të bësh tani. Sot është mundësia jote për të ndërtuar një të nesërme më të mirë. Si të gjejmë lumturinë? Lumturia nuk është në të kaluarën që nuk kthehet dhe as në një të ardhme të sigurt. Lumturia është këtu. Tani, në vlerësimin e asaj që ke, nëse falenderon për çdo dhunti që ke, do kuptosh se pasuria e vërtetë është brenda teje. Mos harro, jeta është e shkurtër. Mos e humb duke jetuar në hijen e së shkuarës, apo duke u frikësuar nga ardhmja. Jeto sot, me besim, me shpresë, me guxim.